Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar teleshikuesja, ku I takuam sërish në emisionin e përjavshëm, shpjegimi I 40 haditheve të Imam Nevojut me hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaj. Mirë se erdha hoxhë nderuar. Mirë se u gjetëm. Faleminderit. Hoxhë nderuam, u bë tashmë traditë e emisionit tonë dhe për teleshikuesit, ne fillojmë emisionin me tekstin e hadithit të Imam Nevojut. Kush është hadithi që do të flasim sonte? Hadithi sotëm faktikisht konsiderohet nga hadithet që përmbledh, le të themi, një nga rregullat më të rëndësishme të Islamit, ose le të themi kulminacionin e fesë dhe besimit, pasi besimi ynë Islam ka të bëjë me besimin, ka të bëjë me dorëzimin, bindjen dhe ka të bëjë me, le të themi, kulminacionin e saj që është bamirësia. Kemi Islam, kemi iman dhe kemi ihsan, pra në nështrim, kemi besim dhe kemi, si më thënë, bëmirësinë. Është pikërisht ky hadith. Hadithin transmeton Shaddad ibn al-Aws radhiyallahu ta'ala anhu, thot kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam I cili ka thënë Allahu e ka obliguar bëmirësinë apo bamirësinë me të dyja kuptimet për çdo gjë dhe në çdo lloj situate, madje edhe në rastin e luftës apo dy luftimit, apo në rastin e ekzekutimit dikujt duhet të jemi bëmirës, po edhe në rastin e ekzekutimit të kafshëve duhet të jemi bëmirës. Faktikisht hadithi nënkupton atë që ne I themi në Islam el-ihsan. El-ihsan është shkalla më e lartë e përkushtimit ndaj Zotit të gjithësisë, që është fruti I nënshtrimit Islamit dhe I besimit. Pra, nënshtrimi ndaj Zotit dhe besimi ndaj Zotit duhet të japi një fryt, cili është fryti bamirësia. Dhe këtu faktikisht përmenden dy ekstremet, pra me njeriu në momentin le të themi më të keq të përballës së një njeriu me njeriu, që është dy luftimi, dhe momentin me diçka që është jashtë, domethënë jashtë logjikës, pra me kuptimin që është nënshtruar ndaj nesh, që është kafsha, pra që është therrja e kurbanit. Në të gjitha situatat, pra nga aja deri tek zhëja, një musliman I vërtet që ka besuar Zotin, që I është nënshtruar Zotit, që beson botën tjetër, fruti I kësaj duhet të jetë bamirësi, madje edhe në momentet më ekstreme të jetës, Ne muslimanët, do të thonë, besojmë se njeriu mund të përgjigjet në të njëjtën formë ndaj njeriu që I ka bërë padrejtësi, madje edhe në rastin e vrasjes, mund të përgjigjet në të njëjtën formë. Mirë po, siç tha Zoti në Kur'an, "Wa man qutila madhluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl." Ai që vritet padrejtisht I është dhënë drejta trashëgimtarëve të tij dhe pushteti, fuqia, pra Zoti I Madh ua ka dhënë atë fuqinë, atë pushtet, që marrin hakun e tyre, el qisas. Fala yusrif fil qatl, por mos ta teproj në mënyrën se si e merr hakun. Pra, këtu kemi shumë gjëra që ndërthuren, kemi mënyrën se si duhet hakmerremi, a lejohet le të themi vetë gjykimi, nëse na jepet mundësia për të marrë hak, si duhet të jetë haku I marrë, në çfarë shkallë duhet merret e kështu me radhë. Për këtë arsye, domethënë, konsiderohet ky hadithi I Shaddadit hadith shumë madhështor faktikisht, që e orienton njeriu që të jetë tek bota e bamirësisë edhe në momentet më ekstreme të jetës së tij. Atëherë, për të filluar me ndonjë histori pikante rreth transmetuesit të haditheve bujale Shaddadit. Shaddadi faktikisht është sahabi I nderuar prej banorëve të Medinës, është le të themi nipi I Hasan ibn Thabitit, pra babai I tij Ausi është vëlla I Hasanit, Hasan ibn Thabit, dhe është rritur në këtë familje të madhe, familje le të themi sahabesh, dhe ai vetë ka qenë sahabi njëkohësisht, pra sahabi, bir sahabiu, le të themi, nip sahabiu. Ebu Derda dhe shumë të tjerë thoshin që ai është, si më thon, feqihu I Medinës, pra si më thon, njeriu I cili di ligjet dhe legjislacionin Islam të Medinës. Për gjëve interesante është se tregohet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vllazërimin mes Othmanit e ka bërë me Shaddadin ose me tjatin e tij, më mirë të themi. Pra që ka qenë shumë afër familjes profetike, jetës profetike. Për këtë arsye tregohet se me vrasjen e Othmanit radhiyallahu ta'ala anhu, duke qenë se ka qenë shumë I lidhur me Othmanin, pra kanë jetuar në një shtëpi për një kohë të gjatë, ai është shkëputur nga gjithçka dhe është mbyllur me kuptimin dhe ka ndëtur vetëm në adhurimin e Zotit, pra është shkëput nga gjithçka.
Ai ka prezantuar në Jermuk, pastaj më vonë ka zbritur në Sham, ka jetuar në Palestinë dhe ka ndruar jetë andaj nga vitet 60-70, në moshën 60-70 vjeçare diçka e tillë. Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Por faktikisht ky ka transmetime shumë interesante që i ka sjell nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Për shembull hadithi i Sayyid al-Istighfar është i ardhur prej tij. Prej haditheve është njerëzit e këqij të këtij ummeti do të ringjallin në të traditat e hershme. Pra është prej transmetimit që ka bërë Shaddad ibn al-Aws nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra nuk është se ka shumë transmetime në hadithi për të, apo të jetë folur shumë për jetën e tij, por domethënë tregohet në të gjitha rastet, pra si në librin El Isabe fi Tamyiz Sahabe, si në librin Ustul Ghabe, në të gjitha rastet tregohet që ka qenë shumë, domethënë i përkushtuar, shumë adhuruesve dhe shumë i ditur në ligjet dhe në rregullat e fesë islame. Sa mendon se është numri i sahabëve? Faktikisht sahabët janë me radh. Sahabët e ngushtë, pra le të themi bashkosit që kanë qenë shumë afër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe shumë të lidhur me të, kemi një numër më të gjerë sahabësh, ata të cilët kanë prezantuar në përgjithësi jetën e tij, dhe kemi një numër më të gjerë që është numri i atyre që kanë prezantuar në rastin e Hajjatul Wada, në Haxhin e Lamtumirës. Gjithë ata që kanë parë quhen sahabë, po faktikisht nuk janë në rangun e sahabëve të Medinës apo në rangun e sahabëve të ngushtë të shokëve të pejgamberit alayhis salam. Mendohet që numri i tyre në tërësi të jetë më shumë se 150.000. Flas ata që e kanë parë pejgamberin alayhis salam. Dhe kanë besuar. Po edhe që e kanë besuar, sepse quhen sahabë, sepse e kanë parë duke qenë besimtar. Ndërsa rreth më i ngushtë pastaj ngushtohet më shumë dhe më shumë. Hoxhë nderuar, për të kthyer tek teksti i hadithit, Allahu e ka shkruar ose ka bërë obligim që të bëni mirë në çdo gjë. Islami domethënë ka disa tekste shumë të bukura, të cilat na flet neve për bamirësinë ndaj kafshëve, për bamirësinë ndaj atmosferës që ne jetojmë, bamirësinë ndaj ambientit që ne jetojmë, ose të bërit mirë, ose të kujdesin ndaj tyre. Domethënë, a mund të përmendni disa prej tyre? Në momentin që ne e konceptojmë, le të themi, frutin e besimit dhe nënshtrimit ndaj Zotit, ta adhurosh Allahun sikur e sheh atë, edhe pse nuk e sheh ai të sheh ty, do të thotë që ti duhet të jesh bamirës dhe bëmirës në çdo lloj situate. Bëmirës kur bën punët me Zotin, pra duhet të bësh mirë sipas metodikës të bërë nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe bamirës në kuptimin në raportet e tua me krijesat, pra duhet të jesh bamirës, duhet të bësh mirë tek krijesat. Dhe kur jemi bëmirës me Zotin dhe e ndjejmë Zotin sikur ai po na sheh neve në çdo moment jetës, patjetër që do të jemi bëmirës me Zotin, po do të jemi dhe bamirës me njerëzit, po jo vetëm me njerëzit, po me njerëzit, me kafshët që u përmend në hadith, po jo vetëm kaq, nuk mbyllet me kaq, edhe me jetën në përgjithësi, me ambientin, me mjedisin. Për këtë arsye profeti i Zotit alayhi salatu selam në asnjë lloj situate nuk e ka neglizhuar bamirësinë e besimtarit në çdo moment të jetës. Për shembull, ai na tregoi se Islami ka 60 e sa deg, ose 70 e sa deg. Thot më e larta e degëve, ose le të themi e Islamit është të thuash la ilaha illallah. Tha dhe ndër degat e Islamit është që njëu të pastroj rrugën nga, le të themi, pislliqet apo mbeturinat apo gjërat që pengojnë njerëzit, ose ta për një rast tjetër, një burr tha Zoti e futi në xhenet sepse ai hoqi një ferr nga rruga, po të fitoi njeriu xhenetin për shkak të një ferre, ky është Islami. Ose rasti i asaj gruas e cila fitoi xhenetin pse i dha ujë qenit. Ose kemi rastin tjetër, një grua fitoi ferrin, pra xhenemin, sepse lidhi macen, pra e dëmtoi macen, që në fund fare maca është ajo. Kështu që domethënë një fe e cila orienton drejt ruajtjes së çdo gjëje dhe bamirësisë ndaj çdo gjëje. Për gjëra interesante, le të themi, thuhet në ajetin kuranor të surës El-Kehf, tha Zoti xhidarën yuridu an yanqad, një mur që dëshironte të shembej. Tani a ka dëshirë muri apo jo? Domethënë dikush prej dietarëve thotë, jo, Zoti i Madh po na thotë që çdo gjë me çdo gjë ne mund të krijojmë një refleksion me të. Pra me çdo gjë mund të krijojmë një refleksion, sepse në fund fare çdo gjë është adhuruese e Zotit. Çdo gjë ka një raport me Zotin dhe me krijuesin e vet. Për këtë arsye dhe ne ndaj çdo gjë duhet të jemi bamirës. Çdo gjë duhet ta bëjmë mirë. Për këtë arsye le të themi
kur presim pemë se na duhen për të ngrohur, për shembull, le të themi, duhet zgjedhim atë pemë e cila është më e përshtatshme dhe nuk duhet ta marrim pyllin marr. Për shembull, për këtë arsye, për shembull, ka disa zona në Shqipëri, në Radomir kur kam qenë, atje i lejohet çdo familje në një vit të priste një pemë që ta përdorte për të ngrohur. Dhe domethënë nuk lejohet që të priste 2 pemë. Domethënë sa bukur e kanë menaxhuar situatën. Në Islam thot nëse është duke u bërë kiameti, pra ka filluar shenjat dhe ti ke një fidan dorë mbille, po pse ta mbille, po bëhet kiameti, ti mbille se ty Zoti shpërblen për atë që je ti duke bërë. Ose le të themi me që përmendit e ambientit dhe mjedisin, profeti alayhis salam tha, nëse dikush e mbjell një pemë, çdo kush që strehohet në hijen e asaj peme, ai që e ka mbjell me shpërblimin dhe sevapin. Nëse zogj të hanë nga kjo pemë, ai personi pra do të marrë shpërblimin dhe sevapin. Nëse njerëzit ushqejnë nga kjo pemë, personi që e ka mbjell atë do të marrë shpërblimin dhe sevapin. Pra mbjellja e pemëve ose pyllëzimi i vendit konsiderohet prej formave të sadakas rrjedhëse që ne mund të bëjmë për veten tonë ose për të vdekurit tanë, për njerëzit tanë që na kanë ndruar jetë. Pra i është kushtuar rëndësi kësaj pjese sepse muslimani presupozohet të jetë njeri paqëtor dhe çdo gjë që preket prej tij apo çdo gjë që domethënë e ka besimtarin musliman në prezencën e vet duhet të përfitojë nga mirësia dhe nga paqja që buron prej tij. Biles Islami ndalon edhe përdhosin e varreve ose gjumtimin e të vdekurve, si thot profeti se kush i ka thyer kockën një të vdekurit, sikur e ka thyer një të gjallë. Apo ja. Po, pra për këtë arsye tham, domethënë është shumë e përfshirë ose ky atë vjet është shumë i përfshirë dhe këtu ne kemi dy momentet më ekstreme ku njeriu ndoshta nuk ka pse të tregohet bamirës apo i mirësjellshëm, ndërkohë që jo, Islami edhe këtu në momentet më ekstreme të jetës i obligohet atij mirësjellja. Për këtë arsye tha, nëse dikush prej jush do të therr kafshën e tij, feljurih dhe bihatehu, ta qetësoj kafshën, ose në hadithin tjetër tha, mos e therrni kafshën 2 herë. Tha në pejgamberi Zot, po ç'është therrja e kafshës 2 herë? Tha ta therrësh kafshën në sy tjetrës. Pra, ta therrësh një kafshë duke e pa të tjerat, në Islam kjo është e ndaluar. Feljurih dhe bihatehu, wal yuhidda shafratahu, ta qetësoj kafshën dhe ta mpreh mirë thikën. Pra, do thonë, jo vetëm që ta tregoni bamirës ndaj kafshëve kur t'i therrni, po jo, tregoj edhe mënyrën se si të më tregu bamirës. Tha, ta qetësoj, ta mpreh dhe mos ta therri 2 herë. Ta qetësoj me kuptimin, kanë thënë dietarët e Islamit, dhe kjo është bukuri, thot me kuptimin që nëse kafsha ka nevojë për ujë, t'i japi të pi, nëse kafsha ka nevojë për të ngrënë, t'i japi të haj, edhe pse ajo nesër do të therret. S'ka lidhje. Ta ne duhet jemi bamirës, edhe pse kjo është destinuar për therrje, për kurban ne duhet sillemi mirë me të. Dikush është i dënuar me vdekje. Kjo nuk do të thotë që ky njeri duhet vuaj derisa të vinë momentin e ekzekutimit të tij. Pra ky është koncepti, domethënë madhështi dhe mrekulli. Tha ta mpreh mirë thikën, pra me kuptimin mos të vuaj kafsha në momentin e therrjes, po të jetë përgatit gjithçka. Madje në një transmetim thotë mos ta mpreh thikën përpara syve të kafshës. Domethënë, po mirë, dikush do thotë, po ç'lidhje ka kafsha, nuk ka logjik, jo, absolutisht. Islami, domethënë, nëse Islami nuk do të dëmtohet kafsha që s'ka logjik, merr mend ti çfarë thuhet për njeriu. Merr mend çfarë thuhet ti jesh i mirë ndaj njerëzve. Merr mend çfarë do thotë të bësh mirë ndaj njerëzve. Për këtë arsye në një hadith të bukur profeti alayhis salam tha, që të ri pranë vllajt tim për një hall dhe një nevojë që ai ka, t'ia kryej, është më e dashur për mua se sa të ri në xhami time, 1 muaj për të adhuruar Zotin. Çfarë kuptimi ka? Ori dikush ka i hall shumë thjesht dhe ti bësh sebeb me mbyll atë hall ose me zgjidh atë problem. Mund të jesh ti sebepi apo dikush tjetër nëpërmjet teje. Profeti thotë, kjo vepër është më e dashur për mua se sa të ri 1 muaj në xhami të adhuroj Zotin. Po të rish në xhamit profetit 1 muaj të adhuroj Zotin është gjë shumë e madhe, ëndër çdo kujt. Mirë po jo, ti bësh nder dikujt. Kjo tregon se bamirësia në Islam, të bësh mirë në Islam është shumë e vlerësuar, ka një vlerë të madhe tek Zoti i gjithësisë. Pra me njerëzit, me kafshët në rastin më ekstrem që është përgatitur edhe për kurban, prap duhet me qenë bamirës me të, po edhe me jetën përgjithësi, me njerëzit përgjithësi, madje për gjëra të bukura që ka Islami është edhe me jo besimtarët. Për këtë arsye, një nga sektorët e zakatit në Islam shkon për jo besimtarët.
me qëllimin e mirë që ata të kuptojnë Islamin apo të afrohen në Islam apo të kuptojnë madhështinë e Islamit. Pra, një fe e cila për shembull kurbanin kur e bëjmë ne muslimanët për Kurban Bayram, e ndajmë 3 pjesë dhe një pjesë mund të shkojë edhe për jo besimtarët. Për gjëve interesante le të themi që ka Islami në raport me jo besimtarët, ne sadekan mund ta japim edhe tek jo besimtarët, lëmoshën mund të japim edhe tek jo besimtarët. Për gjëve të bukura që ka, për shembull, vjen dikush dhe e pyet profetin alayhis salatu wasalam dhe ka të bëjë shumë me hadithin ton. Tha o pejgamberi i Zotit, tha nëse sillemi mirë me kafshët, a marrim shpërblim? Se okay me njerëzit, okay, dakord. Po me kafshët, tha profeti alayhis salatu wasalam, fi kulli si më thënë, në çdo gjallësë që merr frymë dhe ju bëni mirë ndaj saj apo ndaj tij, Zoti do t'ju japë shpërblim. Pra ti edhe kur bën mirë ndaj një kafshë, me shpërblim. Ose kemi rastin kur ankohet një deve tek profeti alayhis salatu wasalam. Edhe tha pejgamberi sa kush është i Zoti kësaj deve? Tha ai unë, tha dëgjota mos e ngarko më shumë se ç'mban edhe ushqeje mirë. Pikërisht këtu profeti alayhis salam ka përmendur edhe një hadith që mos i rrifni gratë juaja dhe në darkë doni të bëni marrëdhënie me to. Po, kur themi bamirësia, përfshin edhe bashkëshortët i bërë mirë që e përmendë këtë, megjithëse s'kishte lidhje me deven, po them është pjesë. Me kuptimin që njeriu do të bëjë mirë, nuk ka pse përdor dhunën, ndërkohë që lidhja është lidhja e dashurisë. Absolutisht që po. Dhe është e vërtetë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka orientuar ose i ka orientuar besimtarët drejt asaj që thoni ju, sepse nuk kuptohet një jetë bashkëshortore vetëm se me bamirësi ndaj njëri tjetrit. Madje Zoti i Madh në ekstremin më të lartë që shkon jeta bashkëshortore, që është divorci, çfarë tha? Wala tansawul fadla bainakum, mos harroni të mirat njëri tjetrit. Pra mos i hidhin tokë, që fund e fund është divorc, dhe njeriu është i prirur në divorc që çdo gjë ta hedhin në tokë. Jo, Zoti tha, wala tansawul fadla bainakum, mos i harroni të mirat. Çoni jetë mirë me to, gjithashtu. Absolutisht, pra ajeti kuranor që thotë kaloni jetë mirë me bashkëshortët tuaja. Pra gjithmonë ne duhet ta kemi parim. Nëse flasim për bamirësi, nëse flasim për bëmirësi, njeriu më kryesor që duhet fitojë nga kjo bamirësia jona është prindi ynë, është fëmia ynë, është bashkëshortja jonë, është fëmijë ynë, është gjaku jonë. Janë ata me të cilët ne kemi punë, kolegët, pastaj pjesa tjetër e shoqërisë. Për këtë arsye, domethënë Islami, me që ti e ceke shumë këtë pjesën e jetës bashkëshortore, faktikisht Islami ka kushtuar shumë rëndësi kësaj marrëdhënies mirë mes dy bashkëshortëve në jetë bashkëshorte, nga të dyja palët, le të themi, edhe nga burri edhe nga gruaja. Domethënë të dy duhet të jenë bëmirës ndaj njëri tjetrit, të dy duhet të jenë falës njëri tjetrit, të dy duhet të jenë tolerant ndaj njëri tjetrit, të dy duhet të jenë dhurues të dashurisë për njëri tjetrin, të dy duhet të jenë kontribues në qetësinë dhe strehimin e njëri tjetrit. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Ju jeni si një trup i veshur me rroba, pra burri dhe gruaja për njëri tjetrin janë sikur të jenë rroba njëri tjetrit, mburues njëri tjetrit, strehues njëri tjetrit dhe qetësues njëri tjetrit. Pastaj hadithet profetike të cilat flasin për le të themi bamirësi në jetën bashkëshortore janë të shumta, siç tha profeti alayhis salam, më i mirë në mesin tuaj është ai që është më i mirë bashkëshortën tuaj. Çdo bamirësi që bën njeriu ndaj familjes së tij, bashkëshortes dhe fëmijëve të tij, i shkruhet sadaka, se nganjëherë njeriu është i prirur që mendon sadaka është po t'japi jashtë, po faktikisht kur ti le të themi argëton, kur ti jep apo shpenzon për bashkëshortën dhe për fëmijët e tu, edhe kjo tek Zoti ty të shkruhet sadaka, ose siç tha profeti alayhis salam në një rast, madje edhe vajtja në shtrat me bashkëshortën ty të shkruhet si sadaka, sepse është një le të themi bamirësi ndaj bashkëshortës, ashtu siç edhe përgjigjja e saj pozitivisht është një bamirësi prej saj. Tha në profeti Zot, po si u shkrua sadaka, do të thotë si shkruhet si sadaka, tha profeti alayhis salam, po sepse po ta kishte bërë në haram, do të ishte shkruar gjuna. Në momentin që e shpreh, le të themi, epshin e tij në halal, do të shkruhet sevap tek Zoti i gjithësisë, ose rasti i kafshatës, ta madje edhe kafshata që vendos në gojën e bashkëshortes i shkruhet sadaka. Pra, pse i vendoset kafshata në gojë, me kuptimin e dashurisë dhe mirësjelljes edhe mirënjohjes ndaj le të themi të mirës që na vjen prej bashkëshortës, ashtu siç edhe ajo do të jetë mirënjohëse dhe falendëruese dhe bamirëse ndaj të mirave, le të themi materiale apo të mirave që vijnë prej pozicionit të burrit në familje për të dhe për fëmijët e saj dhe për fëmijët e përbashkët, le të themi.
Jemi ke pjesa e hadithit, domethënë që kur të bëni pra atë vrasjen në kuptimin ligjor, atëherë bëni në mënyrë më të mirë. Ndodh sot në disa shoqëri, sidomos në shoqërinë amerikane, kur dënimi me vdekje është ekzistues, vrasja e një personi i cili ka bërë krime, ka vrarë shumë njerëz ose si e kanë ato të sanksionuar në kushtetutën e tyre ose në shtetet të ndryshme, është që bëhet me injeksion. Në disa raste, për shembull, ne kemi parë dhe më përpara që në kohët më përpara bëhesh me varje. Si e përcakton Islami këtë lloj sanksionimi ligjor? Pra, flasim për sanksionimi ligjor. Me që thotë bëni në mënyrë më të mirë. A është injeksioni më i mirë, a është varja më e mirë, a ka një metodë përshkatimi më i mirë? Pra, si e sanksionon Islami? Faktikisht kjo lihet pastaj në mënyrën se si e përcaktojnë le të themi gjykatësit e sheriatit këtë çështje, sepse ndoshta edhe mund të evoluojë gjëja, po ajo që është e përcaktuar në Islam është le të themi ekzekutimi nëpërmjet shpatës. Kjo është e sanksionuar në Islam, le të themi. Por nëse ka diçka që pastaj gjykatësit e sheriatit e shohin që bën rolin e saj apo çon në vend misionin e saj, çohet, domethënë nuk është gjë që është e prerë patjetër, po domethënë ajo që është e përcaktuar nëpër libra dhe që thuhet është shpata. Sepse disa mjek ose disa psikolog e përmenin domethënë që këto vrasje me injeksion qëllon për shembull që njeriu të vujë më shumë. Ose si puna kafshës, domethënë unë para 2 ditësh isha në një thertore dhe aty pash në momentin që do theshë një viç, ato e goditën në fillim e goditën me shok elektrik. Po. Pastaj e therën. Po Islami si e sanksionon therjen ose kurbanin që themi neve? Gjithmonë në të dyja rastet ose në gjitha rastet është në rastin e kurbanit, le të themi, është prerja me thikë në fyt pa e bërë goditjen elektrike, përveç se nëse kemi të bëjmë me një kafshë e cila është e pa menaxhueshme. Në momentin që është një kafshë e pa menaxhueshme, lejohet sa për ta le të themi trullosur, po mos jetë goditje elektrike atill që i humb jetën, sepse nëse i humb jetën, atëherë bëhet ngrohtësirë. Sa për ta trullosur dhe pastaj domethënë të theret, nuk ka problem fetarisht, pavarësisht se le të themi ka dhimbje për kafshën, po në mos menaxhim, jo dhe jo në çdo lloj situate. Origjina është që mos të ketë përdorime të tilla dhe se kafsha duhet theret më një herë me thik, me bismillah, domethënë duke përmendur emrin e Zotit dhe atëherë nuk është kusht që drejtohet nga kibla siç e besojnë shumë njerëz, që kur thejmë një kafshë patjetër duhet ta kthejmë fytyrën nga qapi, jo, nuk është kusht, e rëndësishme është që thika të jetë e mprehur mirë, kafsha të jetë e ushqyer dhe të ketë pirë, pra mos të jetë e etur apo e uritur në momentin që theret, me emër të Zotit, bismillah, dhe thera duhet të jetë e menjëhershme, pra pa e lëvizur shumë, pa bërë prova, pa çdo gjë duhet të jetë menaxhuar më herët, dhe në momentin që të bëhet thera duhet bëhet e menjëhershme. Mirë, po disa kasap e bëjnë në mënyrë abuzive këtë lloj goditje me shok për shkak të gjakut. Ato dëshirojnë që gjaku qëndrojë në trupin e kafshës që mos pesha e kafshës mos humbi. Pra, e qartë, për këtë arsye varet nga qëllimi dhe niyeti. Nëse bëhet pa pas arsye, është haram e ndaluar. Jo se mishi bëhet haram, po veprimi është haram. E nëse është për arsye menaxhimi, atëherë në këtë rast lejohet për shkak të një nevoje më të madhe. A ka ndonjë urtësi hoxhi i nderuar, domethënë kjo lloj therje ose kjo lloj mënyre therje në fenë islame? Unë të bëj një parantezë përpara kësaj, tek njeriu kur ekzekutohet nga mbrapa. Pra vjen therja ose ekzekutimi me shpatë nga mbrapa përpara, ndërsa tek kafshët është e kundërta, nga përpara mbrapa. Në Islam tek njeriu fillon me palcën kurrizore, pra nga mbrapa përpara, sepse kputet çdo lloj informacioni. Edhe domethënë gjakderdhja shumë më e pakët. Unë për shembull kam prezantuar në Arabinë Saudite në raste të tilla, edhe nuk shoh aty një lum gjaku. Gjaku shumë pak tek njeriu, ndërsa tek kafsha në Islam është e kundërta. Në Islam tek kafsha therja vjen nga para mbrapa, do të thotë pritet gërmazi gabzherri, pra ezofagu, laringu dhe ezofagu, dhe 2 damarët që çojnë gjakun në tru dhe lihet palca e kurrizit pa prerë. Madje ka prej mendimtarëve islam që thonë nëse pritet palca e kurrizit, mishi është me kruh, i papëlqyeshëm. Po pse? Duke qenë palca e kurrizit prezente,
Kjo e bën trurin që të kërkojë, domethënë ndërpritet gjaku dhe truri kërkon gjak sepse truri ushqehet nëpërmjet gjakut, nëpërmjet të cilit ai merr oksigjen dhe çfarë nevojitet atij. Dhe në momentin që palca kurrizore është akoma aktive, tregohet shkencërisht tani që truri lëshon alarm në trup dhe në gjitha qelizat e trupit që të dërgojnë gjak në tru. Ndërkohë që është ndërprerë, pra gjaku vjen dhe del jashtë për këtë arsye dhe kemi një gjak masiv shumë të madh kur theret një kafsh, ndryshe kur ndodh le të themi ekzekutimi i njeriu. Dhe kjo është ndoshta ajo që thatë edhe ju pak më herët, që në ekzekutimin modern mund të ketë shumë më shumë azab, dënim për njeriu se kap në vend, nuk kap në vend mbytja apo varja apo plumbi apo injeksioni, ndërkohë që në Islam është në sekond çdo gjë mbaron me aq, ndërsa tek kafsha domethënë vazhdon gjaku derdhet dhe mishi domethënë është sa më i pastër, sepse në fund fare gjaku siç mbart le të themi vlerat, proteinat, çdo gjë që nevojitet e trupit mbart edhe le të themi smundjet apo mikrobet e kështu me radhë dhe me daljen e gjakut pastrohet edhe më shumë trupi i kafshës dhe kjo mund të jetë prej urtësive se si Islami pra i ka ndarë gjërat në raport me njeriu në raport me kafshën. Kur është e sankcionuar në Islam frasja e njeriu? Në çfarë rastesh? Ky faktikisht është një diskutim i gjatë që hap kohë dhe merr kohën e vet, po është e sankcionuar në ligjet e legislacionit islam në rastin kur njeriu vret dikë, domethënë, apo në raste të cilat janë të sankcionuara. Besoj se kjo mund të jetë një emision vete që mund të kushtojmë një temë krejtësisht në vete. Allah ta shpërbleft. Të nderuar teleshikues, i shkëputemi për pak minuta dhe ritakojmë sërish në pjesën e dytë të emisionit. Kur i takuam sërish në pjesën e dytë të emisionit ton me Hoxhën nderuar Ahmet Kalan. Hoxhën nderuar, kemi lanë ke pjesa e njeriut. Pra, si mund të përkujdes njeriu për veten e tij, si mund t'i bëjë mirë njeriu vetes tij përveç se të tjerëve. Interesante sepse profeti sallallahu alajhi wasallam tha inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Zoti e ka bërë obligim bamirësinë ndaj çdo gjëje. Dhe përmendi dy rastet ekstreme që janë jashtë njeriut, po faktikisht kjo nuk është se përjashton njeriu. Për këtë arsye Islami domethënë i ka kushtuar shumë rëndësi bamirësisë apo të bërit mirë dhe ndaj vetes tënde, siç është rasti i atij sahabiut që ai agjëronte, falë gjithë natën. Profeti tha i pi çdo gjë hakun e vet, edhe trupi ka hakun e vet, pra edhe veti domethënë ke disa obligime ndaj vetes tënde. Për këtë arsye për shembull Zoti në Kur'an e ndalon vetvrasjen. Profeti alayhis salam thotë, ai njeri që e vret veten në këtë botë me diçka do të ndëshkohet me të përjetësisht në botën tjetër, pra do të jetë në xhenem, ai njeri që vret veten. Pra të bërit mirë nuk është vetëm botën e jashtme. Ne folëm për kafshët, folëm për ambientin, folëm për mjedisin, masakrën që po kushtohet ndaj pyjeve dhe po ndodh le të themi një shpyllëzim masiv dhe pas një lloj kriteri matës, mirë po Islami nuk ka lënë bazë mbi të gjitha veten tënde apo njeriu. Pra ne duhet të jemi bëmirës edhe ndaj vetes tonë, që do të thotë ky trup që Zoti na e ka fal është një amanet, që do të thotë ne duhet të përkujdesemi për të në mënyrë se si ushqehemi, qoftë le të themi ushqimi i halallit dhe largimi i haramit prej tij, po edhe ushqimi me gjëra të shëndetshme. Pra, të cilat janë le të themi të pamodifikuara, nëse është mundësia të ushqehemi me gjëra të mira, duhet ta bëjmë një gjë të tillë. Pra, më mirë le të themi le të kursejmë pak e të ushqehemi mirë, se sa të shkojmë mbas masivitetit dhe kjo është një lloj bamirësie ndaj vetes tonë, ndaj fëmijëve tonë. Kujdesi ndaj fëmijëve tanë, që do të thotë të ushqejmë ata mirë. Dhe mos t'i lejojmë ata që të ushqejnë me çdo gjë që reklamohet apo që jepet, dhe kjo është pjesë e bamirësisë, pra bamirësi ndaj vetes, bamirësi ndaj familjes. Bamirësi ndaj vetvetes me kuptimin duke dhënë trupit rehatinë e duhur, mundësinë e duhur për të fituar energjitë e humbura gjatë ditës, gjatë punës e kështu me radhë. Të gjitha këto Islami i sheh si vepra primare dhe një lloj sadakaje, pra një lloj lëmoshe, njësoj sikur të japim lëmosh për njerëzit që janë jashtë nes. Pra përkujdesja ndaj vetvetes, përkujdesja ndaj shëndetit, përkujdesja ndaj jetës,
mirëqenies vetvetes, Rabbena atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, o Zot na jep mirë në këtë botë, mirëqenie ndaj vetvetes, mirëqenie ndaj familjes, kujdesi ndaj vetvetes, kujdesi ndaj familjes, është pjesë e kujdesit ndaj jetës. Pse? Sepse në momentin që ne do të jemi mirë, do të jemi shumë më të kujdesshëm ndaj tjetrit, ndaj kafshëve, ndaj bimëve, ndaj pyllit, ndaj ambientit, ndaj mjedisit dhe ndaj gjithçkaje. Dhe në momentin që ne nuk do të jemi mirë, do të ketë çekulibrime në vetveten tonë, atëherë edhe reagimet që mund të kemi në jashtë, në qoftë në botën bimore, shtazore, ujore, me njerëzit, mund të jenë edhe qëndrime apo veprime të çekulibruara. Le të themi pjesë e bamirësisë ndaj vetvetes është mësimi i mirë. Mësimi i mirë, pra një njeri i cili mëson, i cili studion, i cili le të themi edukohet mirë, ai ka bërë bamirësinë më të madhe ndaj vetes. Pse? Sepse duke qenë i tillë shpërblimi rritet shumë, po edhe efekti i tij pozitiv tek fëmijët, tek brezat që do të vinë, tek njerëzit që e rrethojnë do të jetë shumë i mirë dhe kështu ne rrisim le të themi indirekt shpërblimet ndaj vetes tonë. Ad-dalu al khairi ke faili, ai njeri që bëhet sebeb për një të mirë për të tjerët e merr shpërblimin si ata që e bëjnë. Kështu që ne duhet të jemi le të themi bamirës në kuptimin e ndaj vetes, e leximit, studimit, mirë menaxhimit jetës, mirë menaxhimit shëndetit, mirë menaxhimit kohës, mirë menaxhimit gjumit, mirë menaxhimit të ushqimit, mënyrës se si ushqehemi, jetës dhe kohës se si e ndajmë, të gjitha këto, me shpresën e Zotit, nëse ne i bëjmë me qëllimin e mirë, na kthehen adhurim dhe shpërblim tek Zoti i gjithësisë. Çdo veprim normal, në momentin që bëhet me synimin e mirë, shkruhet tek Zoti sikur të ishte adhurim. Në fakt, kjo është ajo panorama që njerëzit kishin përpara viteve 98 në Shqipëri për fen, që feja është diçka e mirë, feja është. Pastaj erdhën këto opinionet mediatike, të cilat e sulmuan fen për ta goditur atë tek mendet e njerëzve. Dhe duke godit fen tek mendet e njerëzve, rinia nuk u rrit më me fe, po filloi të merret me trafikun e drogës, filloi të merresh me gjëra haram, nga më të ndryshme dhe pastaj dënimi i Zotit, domethënë vjen edhe në shpirtet e njerëzve si një tip ankthi, stresi, si tip vujtje nga fatkeqësitë që i ndodhin gjatë jetës. Por e rëndësishme është, më kujtua një rast, një eksperiment që kishte marrë një lule dhe kishte marrë 2 vazo me lule. Dhe një vazë me lule, ky i thonte për herë fjalë të mira, i thoshe oj lule ti e bukur, oj lule ti e mirë, oj lule kështu. Dhe nga ana tjetër kësaj lules tjetër i thoshe lule ti e keqe, i fliste fjalë të këqija. Dhe shikonte se si rriteshin këto lule. Kësaj lule që i thonte fjalë të mira, kjo u rrit, u bë shumë e bukur. Kurse kësaj lule që i thonte fjalë të këqija, kjo u tha pikërisht nga fjala, sepse ka dhe ndikim, i përveç njerëzve ka ndikim. Unë faktikisht kur e kam lexuar, kam thënë dhe një emision, kur e kam lexuar këtë le të themi këtë eksperiment shkencor, kam qenë shumë skeptik. Më duk si nga ato prallat që tregohen legjendat e rrugës. Po. Faktikisht disa çuna që kemi në Gjermani e kanë bërë provë vet. Çunat studentët që kanë ikë në Gjermani, duke qenë se ishin student, e kanë provuar, edhe kanë bërë këtë gjë, domethënë. Ata nuk e kanë bërë me lulen, po e kanë bërë me orizin me ujë. Pra diçka komplet tjetër që s'ka të bëj fare edhe le të themi me botën e zhvillimit. Kanë marrë 3 vazo me oriz, edhe i kanë mbushur me ujë. Një vazo i kanë folë vetëm fjalë të mira, vazës tjetër i kanë folë vetëm fjalë të këqija dhe vazon tjetër e kanë lënë. Kësaj që i kanë folë fjalë të mira, ajo domethënë nuk ka ndryshuar, domethënë është ruajtur siç ka qenë. Kësaj që i kanë folë fjalë të këqija është prishur, është myk, orizi ishte mykur. Ndërsa kjo tjetra, domethënë thjesht kishte ngrirë, që nuk ishte thënë asgjë. Është ajo që thoni ju, domethënë fjala e mirë është le të themi një nga aktet më të larta të bamirësisë. Për këtë arsye në Islam fjala dhe efekti i fjalës dhe mënyra se si shprehet njeriu është shkruar domethënë si gjërat më të rëndësishme. Për këtë arsye prej bukurive të Islamit është se efektin e vet e ka gjithë tek fjala, Kur'an. Për një gjë që e fillojmë ne me fjalën bismillah. Tek që ndoshta e kanë lënë efektin tek piktura apo diku tjetër. Në Islam nuk ka as piktura asgjë. Në Islam është fjala ajo që jep efektin. Për ne ndoshta ne çdo gjë e fillojmë me fjalën bismillah me emrin e Zotit për pasur mirësi për asaj. Por edhe duke lëshuar mirësi të tjerëve. Allah të shpërbleft thotë për shpjegimet e bukura. Amin, edhe ty Zoti shpërbleft që inshallah me këto emisione je çelës i një të mirë inshallah për të gjithë shoqërinë shqiptare. Të nderuar teleshikues, ishim me hoxhën e nderuar Ahmet Kalan. I takojmë sërish në emisionet e ardhshme. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.